Absolutisht jo, përkundrazi, Greta. Bllokimi i tyre do t'jetë ringjallja e vërtet e ekonomisë shqiptare. Ato para kanë zhvlerësuar lekun, euron me 40%. Ato para, Greta, kanë bërë, janë një nga faktorët, jo i vetëm, po një nga faktorët që në 6 semestra njëri pas tjetri, prodhimi në Shqipëri bie në mënyrë katastrofale. Nga 10 gjerësimjet, eksportet janë ulur me 32%. Nga vitin 2023 në vitin 2024. Pra, nuk janë ato mbajnë ndërtimin. Po cilin ndërtim, Greta? Mbajnë ndërtimin e këtyre kullave, monumentet korrupsionit dhe krimit, të cilat janë molla më ndaluar për shqiptarët. Një nënpunës shqiptar për të blerë një apartament në këto kulla duhet punoj 100 vjet. Duhet punoj 80 vjet. Pra, faktikisht, ato janë para që qarkullojnë të gjitha midis trafikantëve. Tërheqja e investorëve të huaj ka disa kushte, Ermir, dhe të përshtes, dhe të fanoj për pyetjen. Kushti i parë është sundimi i ligjit, rivendosja e ligjit dhe garancive ligjore. Pa ligj nuk ka investime, ka vetëm largim investimesh. Kushti i dytë është klima më miqësore ndaj biznesit. Shqipëria do t'jetë vendi i taksave më të ulta në Europë. Në rast se rikthehemi disa vite mbrapa në një konvenjo kombëtare të Forza Italia të Silvio Berlusconi ka bajtur një fjalim në cilin ai i është referuar në shumë pika edhe me emër programit Partisë Demokratike dhe të Saliberisë për biznesin. Ky program synon taksën e ulët, taksën 10%, taksën e sheshtë. Ky program synon një ofertë transparente për investitorin, një garë të ndershme. Unë u rikujtoj këtu se rrugët e Shqipërisë nga Kuksi në Durrës, nga Hanihotit në Kakavi, nga Tirana në Elbasan, të gjitha janë ndërtuar me kompanitë më të mëdha të ndërtimit të Europës dhe të botës. Pse e them këtë? E them këtë se kishte garë transparente. Investitorët e huaj nuk vinë pa garë transparente. Hidrocentralet e mëdha, Fani, hidrocentralet e Kaskadës Devollit, Statkraft është kompania më e madhe në Europë e ndërtimit hidrocentraleve, në botë e ndërtimit hidrocentraleve. Pra, ne garantojmë investorët e huaj një garë të ndershme. Një garë dhe një mjedis biznesi miqësor ndaj tyre. Shqipëria do t'jetë vend model për tërheqjen e investimeve të huaja. Ne synojmë të bëjmë një quantum leap në projektin Shqipëria madhështore, në prodhimin e energjisë. Pse e synojmë këtë? A ka gjë më reale? Ne kemi burimet pashtershme. Jemi vendi me më shumë ditë me diell në rajon. Jemi vend me burime ujore më të shumta në rajon.
Jemi vend me platforma ere më të fuqishme në rajon. Tani është koha e tyre. Pse është koha e tyre? Kanë rënë kostot e prodhimit të paneleve diellore në mënyrë të dramatik, paneleve fotovoltaike, të turbinave të erës. Pra, të gjitha këto japin një mundësi të madhe Shqipërisë të bëhet një superfuqi rajonale në energji. Mos harro tjetër, Shqipëria është vendi epicentër, do jetë epicentër shpërndarjes gazit në rajon. Ka gazsjellësin më të madh në jugun e Europës kalon nëpër Shqipëri. Do ndërtoj termocentrale të mëdha. Kështu që të gjitha këto, projekti Shqipëria madhështore ka kusht të gjitha kushteve, krijimin e një klime miqësore për zbarkimin e kompanive të mëdha dhe serioze në Shqipëri.